Në kuadër të ditës botërore të mjedisit në sheshin e Shirokës u zhvillua një aktivitet ndërgjegjësues, edukimi bazuar në veprim. Pjesë e aktivitetit u bën disa institucione që kanë në fokus mbrojtjen e mjedisit. Duke qenë që është një basen ndërkufitar dhe shumë prej aktiviteteve jo vetëm industriale siç është prodhimi i energjisë elektrike ndodhen në këtë basen. Gjithashtu dhe liçeni i Shkodrës, i cili ka një rëndësi shumë të veçantë për biodiversitetin edhe për natyrën përreth, menduam që do ishte një vendodhje shumë e rëndësishme që të ishim pranë banorëve për të bërë një aktivitet me qëllim ndërgjegjësimi si me Universitetin e Shkodrës dhe me gjimnazin e vendit, me qëllim që të ishim pranë banorëve duke i treguar punën çfarë ne jemi duke bërë në mbrojtje të burimeve ujore, por dhe për t'i treguar rëndësinë e mjedisit në këtë ditë. Ndërsa u realizua dhe një demonstrim për marrjen e kampionëve të ujit të liçenit dhe lumit Buna. Sot është bërë një demonstrim dhe për studentët të shikojnë mënyrën se si bëhet marrja një mostër dhe në liçen dhe në lum, dhe gjithashtu është demonstruar dhe matja parametrave që bëhen në terren in situ, që quhen që është pH, temperaturë dhe oksigeni i tretur. Parametrat që matëm sot in situ, pH është brenda normës, edhe oksigeni i tretur, do të thotë në vlerën që ka dhënë është ujëra të pastë. Dita botërore e mjedisit kujtohet çdo 5 qershor të çdo viti për t'i kujtuar çdo personi rëndësinë e natyrës dhe për të rritur ndërgjegjësimin e tyre për ruajtjen e mjedisit.